Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe për sot në këtë program të Nektarit të Gjumas, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Besimi në Allahun xhaleshanhu është dhurata më e madhe që Zoti i gjithësisë ja jep zemrës së njeriut. Ajo është dritë që ndriçon shpirtin, udhëheq jetën dhe e lidh njeriun me mëshirën e Zotit. Kur dikush beson në sinqeritet, ai e përjeton sigurinë, shpresën dhe paqen e brendshme. Por kjo lidhje e ndritshme mund të zbehet e mandje të shuhet kur njeriu largohet prej saj me vetëdije, duke u shqytur në mëkate, në dyshime dhe në krenësi. Braktisja e besimit nuk ndodh gjithmonë njëherë, por shpesh është një proces i ngadalë që fillon me shpërfilljen e urdhrave hyjnore dhe përfundon me mohimin e plot, Allahu na ruajt. Kur njeriu kalon nga besimi në mohim, ai nuk humbet vetëm një ide apo një emërtim fetar, pra nuk humbet vetëm titulli musliman ose besimtar, por ta dim fare qartasi që ai e shkëput lidhjen me burimin e jetës shpirtërore. Ky kalim është i rrezikshëm sepse shpirti nuk jeton dot pa besim. Shembuj të tillë janë parë në histori, kur disa njerëz të cilët patën parë të vërtetën me sytë e tyre, më pas e braktisën atë për interesa vetjake, për pushtet apo për krenari, dhe kur shpirti ushqehet me dyshim dhe me urrëtie, ai nuk gjen më as prehje, as thirrje drejt së mirës dhe bëhet çdo gjë barë mbi ta. Ata që dikur ishin në rrethin e mëshirës, kur e braktisin me vetëdije dhe e mohojnë me qëllim fjalën e drejtë, përfundojnë në errësirën më të thellë, ashtu siç e përshkruan Kurani familjar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu u avulos zemrat, dëgjimin dhe sytë atyre që nuk besojnë. Ajeti 108 i sures Nahl. Ky është pra përfundimi i atyre të cilët zgjidhin errësirën dhe lën të mirën, dhe lën dritën e udhëzimit. Për këtë arsye, njeriu duhet të ruajë besimin me kujdes të madh, të kërkojë udhëzim për çdo hap, të qëndrojë i përulur para Zotit dhe të mos lejojë që mëkatet, shthurja apo krenaria ta largojnë nga e vërteta. Rruga e besimit është si një flak që duhet mbrojtur nga era e dyshimeve, ndërsa rruga e mohimit nuk është vetëm humbje e udhëzimit, por është humbje e vetes, një rënje e shpirtit ton që vështirë se ngrihet përsëri. Le të jemi nga ata që çdo ditë e ringjallin besimin me vepra të mira dhe me përkujtim të vazhdueshëm të Allahut, sepse vetëm kështu shpirti ynë gjen shpëtim, gjen
paqe dhe qetësinë e përhershme që ai kërkon. Të dashur vëllezër dhe motra, pasi dëgjuam së bashku dhe fjalën hyrëse të emisionit për ditën e sotme, do ju ftoja të ndiqnim së bashku suren e përzgjedhur për sot, ku do të ndjekim 3 ajetet të surës Tahrim, nga ajeti i 6 deri në ajetin e 7 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ata e mbikëqyrin ëngjëjt të fuqishëm, e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju që nuk keni besuar, mos u shfaqsoni sot në ditën e gjykimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'u ashlyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj. Ditën kur Allahu nuk do ta tupërojë profetin dhe ata që besuan me të. Drita e tyre do të shkëlqejë para tyre dhe në të djathtën e tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe falma ne. Vërtet, ti je i fuqishëm për çdo gjë. Këto ishin pra të nderuar dëgjues dhe shikues 3 ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme nga sureja Tahrim. I ndoqëm së bashku pra këto 3 ajete nga ajeti 6 deri në ajetin e 8 të kësaj sureje. Të dashur vëllezër dhe motra, siç e tham dhe në fjalën hyrëse, rruga e besimit është si një flak që duhet mbrojtur nga era e dyshimeve. Të mos bijem në rrugën e mohimit, sepse në atë rrugë humbet njeriu vetveten, vlerat e larta të vetes dhe humbet shpirtin. Çfarë ndodh me atë person i cili, pasi bie në këtë humner, do të pendohet? Ai pranohet tashmë pendimi atij personi i cili besonte në Allahun xhaleshanhu, pasi ai ka besuar mohoi dhe më pas të rikthehet përsëri. Kjo është dilema dhe tema e ditës së sotme. Mos pranimi i pendimit, pasojë e kokëfortësisë së vazhdueshme të njeriut. Do të bazohemi në ajetin 90-91 të surës Ali Imran, ku Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, atyre që mohojnë pasi patën besuar dhe pastaj e shtojnë mohimin e tyre, nuk do t'i pranohet pendimi. Pikërisht, këta janë ata që kanë humbur. Ajeti 90 i surës Ali Imran. Në këtë ajet bëhet fjalë për ata që nuk u pranohet pendimi. Ata janë prej atyre që në fillim besuan, pastaj hoqën dorë, u bën jo besimtar dhe këmbgulnin në mohimin e tyre. Ata refuzuan bindjen ndaj urdhrave të Allahut, derisa u vështirësuan çështjet e më pas ata u detyruan të rikthehen në Islam. Ky ajet ngërthen në vetvete një mesazh të fuqishëm dhe paralajmërues për një kategori të veçantë njerëzish. Ata që e njohën të vërtetën, besuan, por më pas e praktisan, mohuan dhe e thelluan mohimin e tyre. E kjo nuk është thjesht një devijim kalimtar, por një akt kokëfortësie, arrogancë dhe sfidë ndaj të së vërtetës së shpallur nga ana e Allahut. Le të shpjegojmë më gjerë këtë mesazh duke u ndalur në disa pika të rëndësishme. Allahu i plotfuqishëm nuk e pranon pendimin e tyre, sepse ata nuk e bën pendimin për hir të Allahut, por ishin të detyruar në shfaqjen e pendimit pasi pan triumfin e muslimanëve. Prandaj, pendimi i tyre ishte sa për sy e faqe, dhe për këtë, ky pendim tashmë nuk pranohet. Gjendet alternativ tjetër për komentimin e këtij ajeti, se të tillë njerëz, kur arrijnë në prag të vdekjes, pendohen me të vërtetë.
Mirë po pendimi I tyre nuk pranohet, sepse koha e pendimit tashmë është mbyllur dhe ka ikur, dhe si shpjegohet dhe në ajetin 18 të surës Nisa, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk pranohet pendimi I atyre që vazhdimisht bëjnë të këqija, e kur u afrohet vdekja atëherë thon: unë tani me të vërtet po pendohem. Pra, pendimi I atyre që nuk është I sinqert dhe që vjen vetëm kur s'kan më rrugë tjetër zgjidhje, pra, nuk ka vlerë para Allahut të Madhërisht. Ai e pranon pendimin sa kohë që zemra është e gjallë dhe sinqeriteti është I vërtet. Ajeti I dytë I surës Ali Imran, që do të shtellojmë për ditën e sotme, është ajeti 91, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk ka dyshim se atyre që e mohojnë besimin dhe vdesin jo besimtar, nuk do t'u pranohet asnjë shpërbles, edhe sikur ajo të ishte sa atër toka e mbuluar me ar. Ajeti 91 I surës Ali Imran. Ajeti është I përveçshëm për ata që e kalojnë jetën e tyre me mosbesim. Më pas vdesin, po në këtë gjendje. Kurani thot: sepasi atyre u është sqaruar rruga e drejtë dhe ata ecin në rrugën e shtrëmbur të mëkatit, në të vërtetë, ata nuk janë musliman dhe nuk u pranohet pendimi çfarëdo që të bëjnë ato. Për ata nuk ka një rrugë zgjidhje, nuk ka një shpëtim dhe ato janë të humbur edhe sikur të shpenzojnë gjithë tokën e mbushur me flori. Është e qartë se qëllimi I thënies për shpenzimin e kësaj sasie të madhe floriri tregon për pavlefshmërinë e shpenzimit të tyre, sepse ky shpenzim është I shoqëruar me urrëtitjen që kanë zemra dhe shpirtrat e tyre për Allahun na ruaj nga këto njerëz. Për sa I përket vendit të këtij shpenzimi, a është në këtë jetë apo në ahiret, disa komentues kanë përmendur dy alternativa. Mirëpo pamja jashtme e ajetit tregon vetëm për botën tjetër dhe vdesin jo besimtar. Nëse zotëronin gjithë tokën të mbushur me flori dhe mendonin se do të përfitojnë prej kësaj pasurie për të hequr dënimin prej vetes së tyre, atëherë këta mendime kanë të gabuar, sepse kjo taksë dhe kjo pagesë nuk është e mundur t'u largojnë atyre dënimin me të cilën do të përballen në botën tjetër. Në të vërtetë, përmbajtja e këtij ajeti është e ngjashme me përmbajtjen e ajetit 15 të surës Hadid, ku Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Sot nuk pranohet prej jush kurfar shpërblese e as prej atyre që nuk kanë besuar. Zjarri është vendbanimi juaj, ai është për ju, sa vendbanimi I tmeshëm që është ai. Dhe në fund të ajetit 91 të surës Ali Imran, Allahu I plotfuqishëm thot: ata I pret një dënim I dhëmshëm dhe askush nuk do t'i ndihmojë ata. S'ka dyshim se ata do të marrin dënimin e rënd e të dhëmshëm. Askush nuk ka mundësi t'i ndihmojë ata, apo të bëjnë ndërmjetësimi për ta, sepse ndërmjetësimi ka kushte dhe kritere, dhe më I rëndësishmi është besimi tek Allahu. Kushti kryesor që të pranohet ai pendimi është ti të ketë të shbesuar në Allahun xhelishanehu deri në frymën e fundit. Pra mos të kthehesh në këtë rrugë vetëm se po has një vështirësi ose një njeri që është në prag të vdekjes të pendohet dhe të kthehet që me vërtet pas ka qenë feja islame ajo e vërteta, kjo gjë nuk pranohet. Njeriu duhet ta gjejë rrugën e tij sa është në kohë dhe jo kur ai sipas interesave të tij, pra, ose në kohën kur tashmë po I vjen fundi. Për këtë arsye, sikur të mblidhen të gjithë ndërmjetësuesit për shpëtimin e një mohuesi prej zjarrit të xhehenemit, nuk do t'u pranohet ndërmjetësimi. Deri në këtë pikë, pra të nderuar dëgjues dhe shikues, është mospranimi I pendimit për ato njerëz të cilët vazhdojnë të jenë kokë fort dhe vazhdues në mohimin e tyre. Përderisa ndërmjetësimi është me lejen e Allahut të Madhëruar, atëherë ndërmjetësuesit nuk bëjnë kurrë ndërmjetësim për njerëz të ngjashëm që nuk e meritojnë ndërmjetësimin, sepse ndërmjetësimi ka nevojë për leje dhe leja e Allahut nuk I përfshin njerëzit e pamerituar. Në fillim, këta njerëz ishin nga ata që patën besuar, ata e kishin përqafuar Islamin, e kishin ndjerë ëmbëlsinë e besimit dhe ishin të ndërgjegjshëm për ekzistencën dhe mëshirën e Allahut. Por më pas, për arsye të ndryshme,
ndoshta për ambicie, interesa materiale, presion shoqëror apo egoizëm, ata e mohuan ato që kishin besuar. Jo vetëm kaq, por edhe e thelluan mohimin e tyre, duke u zhytur më tej në armiqësinë ndaj të vërtetës dhe në përçmimin ndaj rrugës së Allahut. Dhe çfarë ndodh me to? Është dënimi Allahut xheleshanuhu që vjen më pas, pra xhehenemi i pret në botën tjetër. Në këtë gjendje, zemrat e tyre u mbyllën për udhëzim, ndërgjegja u errësua dhe shpirti u zymtua. Nuk ishte më një rënje e thjeshtë, por një rënje me vetëdije që u shehej nga urrejtja dhe krenaria e rreme. Ajeti tregon se për këta njerëz, pra ajeti 90 i surës Al Imran, tregon se nuk do t'u pranohet pendimi kurse si këtyre njerëzve të cilët me dashje dhe me vetëdije të plot kanë rënë në mosbesim. Kjo nuk është sepse Allahu është i pamëshirshëm. Përkundrazi, mëshira e Allahut është përfshirëse dhe e pafund, por deri në një farë caku, sepse nëse ti vazhdon dhe bën keq vetes tënde dhe mohon fjalën e Allahut xheleshanuhu, atëherë fatkeqësisht ti të keqen e ka bërë vetes tënde dhe mos prit më të mirë nga Allahu i plotfuqishëm. Por Allahu nuk pranon një pendim të rrem, sepse një person i cili bie një herë në mosbesim pasi ka besuar, nuk i besohet më këtij personi që a do të bie më në këtë mosbesim pasi përsëri u pendua apo jo. Dhe ky pendim i tij është një pendim i rrem që nuk buron nga sinqeriteti, nga porulësia dhe pendesa e zemrës. Këta njerëz mohuan, më pas e shtuan mohimin e tyre dhe kur posuan një troditje, një humbje apo frikë nga vdekja, u përpoqën të kthehen jo nga dashuria për Allahun, por nga frika dhe nga hipokrizia e tyre. Allahu i quan të humbur tashmë këto njerëz, dhe kjo humbje nuk është vetëm në këtë botë, por mbi të gjitha në botën tjetër. Ata kanë humbur udhëzimin, mëshirën, qetësinë e shpirtit dhe më rëndësishmja kanë humbur tashmë shpresën për falje nga ana e Allahut. Kjo është humbja më e madhe, më e frikshmja dhe më e errët për një krijesë njerëzore. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë: mëkati më i madh është ai që i shkurton njeriut shpresën për mëshirën e Allahut. E megjithatë, këta njerëz shkuan edhe më larg se kaq. Jo vetëm që humbën shpresën, por edhe mohuan mëshirën, përçmuan urdhrat e Allahut dhe i kthyen shpinën dritës me vetëdije dhe krenari të papas. Është me rëndësi të dallojmë se Allahu e pranon pendimin e atyre që gabojnë, edhe nëse e braktisin fen për një kohë, për më pas kthehen me sinqeritet, por ata që nuk pendohen vërtet, që e forcojnë mohimin dhe e përçmojnë besimin pasi dalin nga besimi dhe mohojnë, nuk janë më në rrugën e kthimit dhe atyre tashmë jo është mbyllur dera e pendimit, por më e vështira është se këto njerëz të tillë, të cilët besuan, hynë në mohim dhe forcojnë mohimin e tyre me krenari, hipokrizi dhe vetdije të plot, tashmë e kanë mbyllur vetë me duart e tyre derën e shpëtimit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: pendimi pranohet përderisa shpirti nuk ka arritur në grytk, në çastet e fundit të jetës. Kjo tregon se shpresa për pendim është gjithmonë e hapur për ata që vërtet e kërkojnë, por kur ajo shpresë është tallur, shpërfillur dhe shkelur me vetëdije, atëherë ajo derë mbyllet si dënimi i drejtë për arrogancën e shpirtit të këtyre njerëzve të këqij. Ky ajet është një paralajmërim i madh për të gjithë ne. Ai na mëson se besimi nuk është thjesht një deklarim i përkohshëm, por një angazhim i vazhdueshëm, një udhëtim që kërkon dituri, bindje dhe përulësi. Kur dikush e praktikon këtë udhëtim me vetëdije dhe e shndron në përbuzje ndaj Allahut, atëherë ai ka humbur vetveten dhe ka humbur si të tashmen ashtu dhe të ardhmen. Një aspekt themelor në këtë çështje është sinqeriteti në pendim, i cili është thelbi i çdo rikthimi të vërtetë në drejt Allahut. Pendimi, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është thjesht shpjeptimi i disa fjalëve apo një përpjekje për të shpëtuar nga pasojat e veprimeve, por një gjendje e thellë e zemrës, e cila përfshin keqardhje të thellë për gabimet e bëra dhe vendosmërinë për të mos u kthyer më në ato gabime. Ata që e mohuan dhe e thelluan mohimin e tyre, nuk e arritën këtë nivel të përulësisë. Prandaj, edhe pendimi i tyre tashmë
pranohet. Allahu i Madhërisëm e njeh zemrën e çdo njeriu dhe di kur pendimi është i sinqert dhe kur është thjesht një justifikim i rrem. Prandaj, kjo na mëson se udhëtimi i besimit kërkon vazhdimsi, kujdes dhe sinqeritet të pandërprer, edhe nuk është diçka që merret si e mirëqen. Ky ajet madhështor dhe të gjitha ajetet që përmendëm në temën e ditës së sotme nuk janë thjesht një dënim për një kategori njerëzish, por është një pasqyrë që na fton të vështrojmë vetveten, të marrim veten në pyetje para se të pyetemi. A mos kemi ndonjë lëkundje në besimin ton? A mos e kemi marrë lehtë dritën që Allahu na ka dhënë? A mos ndonjëherë me fjalë, vepra apo shpërfillje i afrohemi rrezikut të mohimit të heshtur? Dhe kjo thirrje hyjnore është një dritare për të kuptuar se sa i shtrenjtë është besimi dhe sa i nevojshëm është ruajtja e tij me përkushtim, lutje dhe vepra të mira. Si në fillim të Hijrit, të vitit të Hijrit, 1447 të nderuar dëgjues dhe shikues. Në këtë fillim të viti të mbar, njeriu do të marrë veten në pyetje, që të rifreskoj besimin e tij, të shtoj sa më shumë atë devotshmëri në shpirtin e tij dhe të shtoj sa më shumë veprat e mira, duke krahasuar me një vitin që lan më pas. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, ka thënë: besimi është ndriçim në zemër, që e rrësohet vetëm kur njeriu i hap rrugë dëshirave dhe mëkateve. Prandaj, mos të jemi nga ata që presin të kthehen vetëm kur errësira i ka mbuluar plotësisht, le të jemi nga ata që çdo ditë rinovojmë besimin me lutje, me pendim të sinqert dhe me veprime që i afrojnë tek Allahu. Le të jetojmë me ndërgjegjen se rruga e besimit është një dhuratë e çmuar, që duhet ruajtur me vetëdije dhe vëmendje të përhershme. Le të lutemi gjithmonë që Allahu të na ruaj nga çdo humbje, të na fal kur gabojmë dhe të na jap forcë për të rikthyer sinqerisht tek Ai me një pendim të sinqert, pa hipokrizi dhe pa krenari. Le të lutemi së bashku, kjo lutje gjendet në ajetin e 8 të surës Ali Imran, ku Allahu thotë: O Zoti ynë, mos i lër zemrat tona të shmangen pasi na ke udhëzuar, dhe na dhuro mëshirën tënde. Vërtet, ti je dhuruesi më i madh. Amin, o Zoti i botëve. Kemi nevojë për këtë lutje. Kemi nevojë për fjalën e Allahut xheleshanhu, që të kuptojmë që shpirti ynë a është në qetësi apo ka nevojë përsëri për një indicje që të jetë edhe më i qetë. E lutim Allahun që të na mbarsoj, të na jap më të mira dhe të na bëjë prej atyre të cilët ndjekin rrugën e tij të palëkundur derisa të kemi frymë në këtë jetë. Në këto momente, duke ju uruar xhumat të begat dhe të mbar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن